Për shkak të situatës që porëndohet me daljen e lumenjve Vjoz dhe Erzen, janë shpallur urdhër evakuimi urgjent për të gjithë banorët e njësisë administrative në Vosel në qarkun e Vlorës, për shkak se lumi Vjosa kaloi lartësinë e sigurisë dhe ujërat po përhapen në zonat e banuara. Emergjencat civile, forcat e ushtrisë dhe Bashkia e Vlorës nisën të largojnë të parët, gratë dhe fëmijët, si dhe banorët e zonave më të rrezikuara. Morën vesh për situatë dhe erdhëm direkte në Shqipëri. Jemi 3 fëmijë, 2 vllai ka ardhur në Vremës, erdhëm të 2. Nga Italia, vllai ka ikur në ujë. Të njëjtën urdhër lëshoi edhe Bashkia e Fierit për banorët e njësisë administrative Ferras, ku uji Vjosës nisi të hyjë nëpër banesa që në mbrëmjen e djeshme. Sipas kryeplakut Zani Hyka, që në mëngjes 10 banesa u përmbytën dhe nisën evakuimet. Jemi në një gjendje të rënduar. Ndërkohë problemadhor mbetet kolektori i Martinës, pasi ka arritur në kuotat maksimale dhe nëse del nga shtrati rrezikohen 160 familje. Ka rrezik dhe kam lajmëruar po të thuash 70% të banorëve. Parashikohet përmbytje të rënda. Urdhër evakuimi lëshoi pas mesdite edhe Bashkia e Durrësit, për shkak se është qarë argjinatura e lumit Erzen në zonën e Katundit të Ri. Përmbytjet po ndodhin në fshatrat Katundi i Ri, Sukth dhe Flak, ndërsa në total janë përmbytur rreth 500 hektar tokë bujqësore. Vjesë Erzeni është ngushtu. Agjitura që bo më në shtrat, nuk është bo sipër, domthon është zvoglu shtrati i Erzenit. O ngushtu, kështu që ajo ku ta çojë ujin? Çka ku ta çojë ujin? Si që shqiptjeve ato janë 3 kanale për të pastruar në skenar, mi pastru ka shumë kohë që se kanë pastru. Deri në 2015 me fjalë që ka dalë ujë dikteta, se në pastru kanalet. Nuk funksionon kanalet, se po të funksionon kanalet nuk bëhet ky nom. Sipas urdhrave të evakuimit, largimi i banorëve po bëhet sipas një radhe, të parët fëmijët dhe të moshuarit, si dhe personat me aftësi të kufizuar dhe familjet në zona të izoluara. Evakuimin do të realizojnë mjetet e bashkive, zjarfiksit dhe forcat e armatosura, në bashkëpunim me policinë dhe banorët pritet të strehohen në ambiente të përkohshme. Ky njoftim ka karakter urgjent dhe hyn në fuqi menjëherë, ndërsa të gjithë banorët në zonat e prekura duhet të kontaktojnë numrin e emergjencave